plotësisht në pa natyrën antidemokratike të këtij pushteti dhe e bëri qartësisht lexueshëm modelin e zgjedhur nga Sali Berisha. Njësimi i pushtetit me shtetin për paran dhe riciklimi i pushtetit përmes shtetit dhe paras. Lam të mirë për pushtetin sa vjet, demokraci e shtetit drejtës. Lam të mirë liri për të gjithë dhe barazi të gjithë përpara ligjit. Lam të mirë padyshim liri e votës, e numërimi ndershëm i saj. Kështu vendi kthehet në një skenë mbyllur, tamam si ato shkretëtirat gjëra demokratike, kur pavarësisht vullnetit popullit zgjedhjet i fiton pushteti dhe opozita parlamentare kthehet në një dekor demokracie. Ndërsa kundërshtarët e vërtet në politikë, në shoqërinë civile, në media, në sipërmarrje, futen në shënjesën e një gjuetie të mirëfillt shtrigash, derisa relativizohen plotësisht. Përpara këtij realitetit të rëndë, ne bëm zgjedhjen e dur. Betej për ta shkatruar këtë model pa e lënë të rënjoset dhe të shkatruar nga e para, këtë herë në mënyrë shumë më të djallëzuar ngrejinën e brisht të demokracisë në Shqipëri. Ne nuk hym dhe nuk do të hymë në parlament pa u çmontuar në sy të gjithë shqiptarëve 28 qershori si precedent i suksesit shumë të rrezikshëm të korrupsionit elektoral. Pa u rënë dakord për të braktisur rrugën antidemokratike të njësimit shtetit me pushtetin, duke filluar nga çlirimi i procesit elektoral, pa u shprehur vullnet i qartë për të ringritur shtetin e rënë të së drejtës në Shqipëri. Hapja e kutive dhe hetimi plot parlamentar do të ishte zgjidhja më e mirë për gjithë, për parlamentin dhe për qeverinë gjithashtu. Të dyja pushtete pa legitimitet, të dyja në një gjasmë me normalitet, të dyja në një krizë që duke mohuar nuk kurohet, vetëm thellohet. Hapja e kutive do të ishte shumë sinqerisht zgjidhja më e mirë edhe për Saliun e dytë, i cili nga transparenca do të humbte vetëm njërën faqe, ndërsa kështu humbi të gjithë fytyrën. Pranoi vjedhjen duke kujtuar se po mbron fitoren. Harroi mësimin e vyer të vitit 1996, kur me prekjen e votës popullit filloi në fakt fundi i sundimit Saliut parë. Tani më propozitën kuti nuk janë i vetmi objektiv. Sot nuk e dim vetëm ne, por e di gjithë populli se kjo qeveri e kapur mat. Humbet me shpejtësi çdo ditë të drejtën të qëndrojë mbi kutit që mban mbyllur. Ne Sovjetutje nuk do të kërkoj më thjesht hapjen e kutive, por largimin e Sali Berishës përderisa kutit nuk hapen. Hap kutit ose largohu, kjo do të jetë kryefjala e protestës sonë. Protesta e do shtrihet të gjithë Shqipërinë përmes një opozitarizmi që do të jetë kudo ku shqiptarët përballen me pushtetin e skeqjes, me pavarazinë shoqërore që thellohet e me arrogancën shtetërore që theksohet, sepse ka rënë shteti i drejtës, me varfërinë e papunësinë në rritje përballë çmimeve që rriten edhe më shumë, me mungesën e mbështetjes politike njerëzore në kushtet e braktisjes paralizuese apo të mbërkëmbjes poshtruese nga ana e një shteti që ekziston vetëm për pushtetarët, jo më për qytetarët. Fjalët dëshirojnë me protesta, dhe protestat nuk do i masin me numër pjesëmarrësish, por i peshojnë me rëndësinë e çështjes së çdo shqiptari në nevojë. Invalidët në shumë qytete nuk marrin ndihmën sociale prej muesh. Askush nuk i ka dëgjuar deri tani. Ne do t'i dëgjojmë dhe do të reagojmë për ta. Do të dalim në rrugë për ta. Do të zëmë dyert e shtetit për ta. Hap kutit ose largohu nëse nuk u jep dot këtyre fatkeqve atë që u jep ligji. Po kështu nuk marrin dot ndihmën ekonomike plot familje në nevojë, që janë sakrifikuar për rusht e për kumbullat e fushatës elektorale, ku fondet e ndihmës ekonomike u derdhën në kanalet e korrupsionit elektoral. Do të jemi me tallë për ta në çdo qytet, pa i numëruar sa bëhen protest, por duke u vlerësuar të drejtën që u jep varfëria e ligjit dhe nuk u mohon dot Sali Berisha. Hap kutit ose largohu nëse nuk u jep dot këtyre njerëzve të varfër atë që u takon me ligje me Zot.
Ndërkohë pafrohet janari i rritjes çmimit të energjisë për fajin ekskluziv të Sali Berishës, që 4 vjet me radhë bëri politikën e Taramam Karadyzenit me këtë çështje kaq delikate, rritja e faturës janarit pafrohet si një bombë mbi kokat e familjeve e supermarketeve shqiptare. Nuk do të paguajnë shqiptarët, përpara sa të paguaj, fillimisht për papërgjegjshmërinë e tij kryeministri që e gënjeu popullin për t'i marrë votat dhe e la barrën e miliona njerëzve të bëj plumbë ënd për hir të interesit të pushtetit të tij. Hap kutit ose largohu, nëse nuk e mban fjalën që u ke dhënë njerëzve se sa të kenë Sali Berishën, nuk u rritet çmimi i energjisë. Janari po vjen si flamë edhe mbi biznesin e vogël, mbi pjesën më serioze dhe delikate të tij, biznesin me mbi 5 milion lek xhiro në vit, i cili nga janari do të paguajë në kulmin e krizës ekonomike TVSH e tatim fitimi, njësoj si çdo biznes i madh. Se kështu, duke i marrë frymën biznesit, kujton ky pushtet inkompetentësh se do të mbush agën e zbrazur nga Saliu për fushat elektorale dhe do t'ja hedh krizës rënd ekonomike. Ne do ta mbrojmë biznesin e vogël nga kjo goditje me të gjithë forcën tonë dhe do të ftojnë protest çdo biznesmen të vogël, të majtet djathtë për të mos lejuar që gjysma e tyre të falimentojnë dhe gjysma tjetër të detyrohen t'u faturojnë konsumatorëve barrën arbitrare të Saliut. Hap kutit ose largohu nëse nuk u jep biznesmenëve të vegjël atë që u takon në këtë kohë krize, të drejtën që të mbjetojnë, pa qenë detyruar të mbyllin qepenat dhe të kthehen kokvarur në familje për shkakun e verbërisë tënde. Ky është pushteti një dore biznesmenësh të oborit familjes. Ne do të jemi partia e çdo shqiptari që merret me biznes. Do t'i mbrojmë supermarketet e vegjël, të mesëve të mëdhenj, dhe do çlirojmë një herë mirë nga makfi i një pushteti i kriput klientelistët korruptuar, i cili trajton njerëzit e bizneset si kulak që duhen rrjepur me gjoba apo si mafioz që duhen asgjësuar fare. Sot ky pushtet u ka borxh 10 milion euro kompanive të rrugëve, që janë zhytur nga natyre në borxhe për të shtruar asfalt në kohën e shritave elektorale, me premtimin se lekët do i marrin më mbrapa nga shteti. Hap kutit ose largohu nëse nuk u jep lirinë e drejtave të barabarta kushtetuese të gjithë shqiptarëve sipërmarrës, që punësojnë tjerë shqiptarë, që ushqejnë familjet e tyre me punë e mund dhe meritojnë trajtohen me nderim e dignitet nga qeveria e vendit të tyre, jo me përçmim me agresivitet nga një pushtet që ka grabitur votat për të grabitur edhe vendin. Ne s'kemi më çfarë presim kur shëmbet investimi më i madh i shqiptarëve. 100 miliona euro të varrosura në rënojet e babzis për pushtet e para dhe po kalon muaj, jo vetëm pas një përgjegjës, po pas një prokuror që t'jetë nisur në Kalimash për të bërë hyrje formale të vendit ngjarjes. Kjo katastrofë do të kishte vënë lëvizje çdo shtet demokratik. Do të kishte ngritur shtuhi të ditëve më të shënuara për drejtësinë. Do të kishte detyruar kryeministri e ministrat të jepnin sqarime të hollësishme dhe merrnin përsipër përgjegjësi të mëdha morale, pa folur për aspektin penal, që do të ishte në qendër të vëmendjes gjithëve përpara faktesh rrënqese që flasin qartë, edhe për syrin më të pasprovuar, se këtu ka pasur shkelje